magjik. Këtu në sallën e Producer Club, ku për 5 net të thjeshtë u zhvillua me shumë sukses komedia Çifti e hapur. Pritja dhe entuziasmi i publikut ishte vërtet i admirueshëm. Na u krijuar mundësia që të flisni me dy aktorët kryesor, Roza Kalaj dhe Luan Bexheti, gjithashtu dhe producenti Alfred Tolla. U filloi atëherë me parë me Rozën, urime. Unë të quajta surpriza e natës, sepse mendova që mënyra se si ti luajte Antonin ishte vërtet e perfekte dhe përsollet tamam emocionet e dukura tek çdo femër që ishte besoj këtu në sallë. Dhe doja të dija si mendon ti për këtë rol dhe çfarë mendon ti çdo femër pa tek Antonia. Faleminderit. Lutem. Kjo është, shumë karaktere interesante, është humore, ka sarkazm, edhe kur fillon loja, është shumë që është shumë tragjike, që si e ka gjithë kjo punë me burë që i thot, du me kanë çifti hapur. Atëherë si i kallzon anët e tjera që i ka, po, edhe kur shkojmë në fund, është rizgjume, është, liberated, është më fort dhe, në bëndë që është shumë, në këta... Po, në mënyra komike ne shikojmë anët e tjera të Antonias dhe vërtet ajo rizgjohet dhe bëhet një femër e fortë dhe atë çdo femër mund ta rezonoj veten tek Antonia. Po ndonjë plan tjetër për këtë verë, mbase mund të na thuash, mbase mund të publikut tonë një gjë të re? Gjana të reja që jam tu... Po, që në planin personal për acting. Për mua? Po. Jam i showcase në 2 javë, jam në theater company, këtu në New York, LA, jem të baj showcase në 2 javë, also punoj në televiziv, në soap opera, One Life to Live, dhe shepar. Faleminderit. Ishte kënaqësi që të pash në këtë show dhe besoj se ai tamam nga talentet shumë premtuese për të ardhmen këtu në New York. Faleminderit shumë. Atëherë po kalojmë tek Luan Bexheti, i cili është vërtet një aktor i afirmuar këtu në skenën në New York dhe një lojë e mrekullueshme, vërtet shumë e bukur tek Çifti e hapur. Atëherë Luan, besoj se më the prapa skenës se ishte ideja jote për të sjellë këtë komedi briljante të Dario Fos. Si mendon pse u zgjodh kjo komedi dhe si e priti publiku i New Yorkut këtë komedi? Unë këtë komedi kam pat ndërmend të sjell në skenë gjatë kohë, por rastësisht isha të shtëpia dhe nuk isha i vendosur se çfarë dua të realizoj, po e disha se dua të realizoj diçka në teatr. Dhe e lexova edhe një herë dhe thash, është e mirë kjo. Edhe unë kur punoj si producent në skenë sidomos, mundohem të zgjedh komedi, se më pëlqen komedia më shumë. Edhe me sa më pak personazhe. Se edhe se ka shumë aktorë në New York, nuk janë shumë serioz. Edhe por me gjithë aktorë që janë serioz, që të vinë në provat çdo ditë kur e kemi provë, është rënd me mbledh 4-5 aktorë të vinë në prova, po nëse janë 2 personazhe, është më lehtë. Edhe ti zgjedhën vetë aktorin që ti se të vijë në prova, edhe para të shkak më shumë e kam zgjedhë këtë. Edhe për ndryshe sa është komedi e fortë shumë. Po, është vërtet një sjellje perfekte. Ndonjë plan në të ardhmen? Po tash është koha e pushimeve, kështu që unë merrem edhe me stand-up comedy dhe për të bërë këtu dhe ma merr mendja se të realizoj disa show para se me shku në pushim. Se verës shkoj në pushim në Maqedoni, ku kam lind. Edhe nuk bëj plane për Korik sidomos. Por jam do marr pjesë me një film amerikan, independent, kështu i pavarur, ka emrin Love Heist, dhe kam një rol kryesor, është action film. Ata mendojnë se të fillojnë tash, të xhirojnë edhe kemi bërë disa prova, po nuk e dia të realizohet ajo para se me shku në pushim. Pastaj në vjesht kam një film me këtë regjisorin shqiptar Damian Morataj, tash sa ka marrë disa lek në Shqipëri, financim,
Dhe do, sikur duket në shtator, do kthehem në Shqipëri, ku luaj një rolin e një shqiptare që shkon në Shqipëri të marrë gjakmarrjen edhe të martohet. Shkon për 2 punë. 2 punë Në kryesor. Me siguri Po nuk jam I sigurt a do martohem në fillim, a do e vras ato, do e lëm surprizë publikut ta gjej pasi I gjithë fëmijët jetë zhvilluar, por mezi do presim të shikojmë të gjithë këto punët që kemi dorë dhe në të njëjtën kohë mund të themi publikut që mund ta shikojnë Luanin në Gotham Comedy. Po, Gotham Comedy Club në New York. Po, I lutem. Në YouTube, Facebook, këta kanale. Faleminderit edhe për ju shumë. Lutem. Atëre së fundi me Alfred Tolley, producentin e Çiftit të hapur. Fatkisht nuk e kemi këtu vllajën Ernestin. Po, vllai është ka në Shqipëri. He's a silent producer. Silent producer. Pastaj ko-producent Luani dhe Po, bashkë, se kemi qenë bashkë. Të tre ju. Pa Fredin nuk po... Merita, tjetër që Merita të takon të treve juve. Po, patjetër, po, ne Megjithatë, unë thjesht doja të theksoj faktin që Producer Club ka shërbyer tamam si një qendër I shumë aktiviteteve kulturore të shqiptarëve dhe për këtë doja të thoya vërtet urime për mbështetjen që ju ke dhënë gjithë këtyre artistëve të rinj këtu në New York dhe thjesht doja të dija nëse kush janë këto planet ardhshme në lidhje me ndonjë aktivitet kulturor që mund të zhvillohet së afërm. Po, është vërtet, me sa mundësi kemi munduar të promovojmë artin shqiptar, megjithëse ka qenë pak e vështirë sepse unë vi nga jo po dhe artit nuk njoh njerëz, edhe deri kur kam kriju atë në marrëdhëniet ose lidhjet edhe mundësit për të promovuar dhe për të prodhu show me shqiptar ose show shqiptar ose show amerikane me aktor shqiptar siç ishte këtë rastin e Luanit. Ka 2-3 vjet që mundohemi ta promovojmë me sa mundësi kemi pas ca ekspozita, një show të Luanit, një show të Erionit, 2-3 herë Erion Mustafa Rajka ka pasur 2-3 herë show, Elsa Zagreta që ka qenë ajo në prodhim më gjatë një pas ka qenë nga 4 herë më duket nga 2-3 javë deri në 6 javë. Edhe ka qenë producent ai prodhimi më i gjatë që I shqiptarëve duke producer. Edhe promovojnë me sa mundësi kemi gjithë artin. Po, shumë faleminderit. Besoj se bëni një punë të mrekullueshme dhe thjesht duke parë Çiftin e hapur. Po kjo ka qenë the highlight. Po, një nga sukseset më të mëdha. Patjetër, nuk padyshim ka qenë edhe pastaj kam qenë vërtet më tepër I involved me Luanin. Se nuk e Po se unë jam si që futur. Producenti keq shumë. Nuk I lotri në rahat. Pun. Po, me telefon, ku kjo. Po, ti e tamam energjia, motori. Patjetër. Punojmë shumë mirë bashkë, ajo kryesorja, me Fredio buri vërtet, edhe shqiptar, edhe ma besën. Edhe unë e maj besën edhe kjo... Jo, me të vërtet, ne kuptohemi merremi vesh, me thonë pa probleme. Nuk ka, si thënë ka të tova dalavere me... Jo, as dalavere, asin që... Jo, drejt për drejtin. Edhe patëm fat me Rozën që... Jo, që vërtet me të vërtet fat që taku... Që kjo Luani taku, unë brasisht e patëm taku dhe për para Rozën, por... Ardhja Rozës të show Luanit ishte një rasi. Them që ishte një gjetje perfekte, domethënë. Një një gjem, se unë thash, ajo... Se personazhi I Rozës kishte nevojë për një gjak nxehtë, një shqiptare ose të një latin. Mansore, Ja, Mansore! Mansore, po më në pregoje. Roli I Rozës kishte nevojë për një Mansore. Si thash, no Mansore për njatës, nuk jeshtë të pushë këtë roli. Tash kur dhe realizojmë prap, po the Open Couple dhe quhet Open Mansore Couple. Po, besoj se dhe advertisement
ishte tamam, reklama ishte shumë e bukur me Po, ajo ka qenë ideja Andis Gjonit. Ajo ishte ide Po, shumë e bukur. Po pra se po sarim dhe Andisi ka qenë director i show. Një farë regjisor që na ka ndihmu pak. Po, na vjen shumë keq që Andis nuk është Po, ai tani është- në momentin, po ne do mundohemi të lidhemi me telefon dhe Patjetër. shpresojmë që vërtet marrim opinionet e E, tij. ka për punu këtë shumë, video. Patjetër ka qenë ndihmë jashtëzakonshme Po, Andisi. shumë mirë. Atëherë ju falenderoj gjithëve dhe Faleminderit. shpresoj të shikoj një bashkëpunim tjetër të ri për Patjetër. gjithë juve, shpresoj në të ardhmen. Ju falenderit dhe urim edhe një herë në gjithë punët që keni bërë në momentin. Faleminderit shumë. Faleminderit për intervistën edhe ju urime. Urime. Faleminderit.